Mbyllen hetimet për ish numrin 2 të qeverisë Arben Ahmetaj për inceneratorin e Elbasanit. Ai u mori pandehur nga SPAK në ndyshimet se ka kryer korrupsion 9 herë, nuk ka deklaruar të ardhurat 15 herë dhe ka pastruar para. Të akuzuara kanë përfunduar edhe gruaja e ish gruaja e tij, si dhe 8 persona të tjerë, mes të cilëve pronarët e impjantit të djegjeve në Elbasan, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. I pandehuri ka përfituar nga të pandehurit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri përmes kryerjes së pagesave nga shoqëria Integrated Technology Services SHPK nga faturat e lëshuara për shërbime apo mallra, në lidhje me investimet e kryera nga të pandehurit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka për shndrimin e një apartamenti të tyre në Airbnb në shumën rreth 2 milion lek në vitet 2019-2020. Sipas organit të akuzës, Arben Ahmetaj ka përfituar edhe nga shitjet fiktive shumë të mëdha parash, e njëherësh ka gënjur në formularin e deklarimit të ardhurave, ku ligji e detyron të tregojë origjinën e parave në llogaritë e tij. Ka kryer deklarim të rrem në lidhje me pasqyrimin në deklaratat e dorëzuara në ILDKPI, sikur ka shitur pasuri për shtetasit Besmir Prifti dhe Sonila Goxha dhe transaksionet e kryera me ta lidhur me këtë shitblerje. Gjithashtu, edhe sipërfaqen e ndërtimit mbetur në pronësi në pallatin ku ndodhen këto pasuri, pasi u vërtetua se shitjet në fjalë janë fiktive dhe janë kryer me qëllim mbulimin apo fshehjen e burimit të shumës prej 270.000 euro, dhënë si mit nga të pandehurit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Sqaruam pozicionin, kaq. Faleminderit. Prokuroria e posaçme njoftoi se ish-zëvendës kryeministri ka fshehur vilën në Hamallaj dhe një tjetër në Green Coast. Tashmë të 11 pandehurit do të përballen me gjykatën e posaçme nëse togat e zeza do ta vendosin ta kalojnë apo jo për gjykim dosjen. Ndërkaq, Arben Ahmetaj po përballet aktualisht me dosjen Buka në Themel, ku SPAK pretendon se ka kryer shpërdorim detyre duke privatizuar trojet.